Përshëndetje njerëz, pasi që herën e kalume ju ka pëlqy video me Tesla Kemin, e vendosa me bo edhe një herë. Me bo si serial me epizoda. Do t'i shifni disa video që janë t'inqizume prej Teslas teme, po edhe disa interesante nga interneti. Do me thonë do t'shifni video që i kanë kap kamerat e Teslas, çka ka ndodh rreth Teslas kur... Po ja fillojmë me një ditë në mëngjes të shku në punë. Tash e shifni nga ana e djathtë, e kaloj rrugën një kitër, edhe që ku është i gjeta, Tesla nuk e pa, nuk mujti mu nal, për na fak, përfundi gomave dul ka ana tjetër edhe pështoj. Që ku është? Hajde. Mere se pështove. Mos dilë në për rrugë, ma. Shkoj. Për dallim nga kafshët e vogla, kafshët e mëdha i shef, do me thonë senzorat e Teslas i shofin edhe Tesla ndalet, frenon, që këtu drerin nga ana e djathtë, e shef edhe ndalet, po edhe dreri e shef Teslan edhe ai ndalet. Këtu në këtë video nuk ndalet dreri, po Tesla e shef edhe fillon me frenu. Kështu pështojnë edhe kafshët, po edhe te fëmijët që vrapojnë në rrugë, senzorët e shofin edhe frenojnë. Si shpeshifni edhe në këtë rast, për fat mirë ndalet Tesla. Fëmija pështon, po nuk e di ky baba i vet pak me vonesë reagon, po si që duket pak edhe i shokum nga situata. Përveç që e ka sigurin Tesla, përfolet se është i sigurt edhe në përndeshje. Kështu në këtë video, se sa stabil rrin edhe tjetri kërë praptohet. Kjo tregon për rëndësinë që e ka, që bateria e Teslas është përfundi kerrit edhe e man stabilitetin e kerrit, që mos sill si kur kjo që shpeshifni. E për shpejtësi, ma mirë mos të folmi, këtu peshifni një Lamborghini Aventador, karshi një Tesla Cybertruck, edhe kështu në rezultatin. Dhe me thonë Cybertrucki, që është i ran, i madh, kombi, që në startin. Nuk ka shans. E le ma me Tesla Playdat e këto me krahsu shpejtësinë që e ka në start se ka kërkush. Që me jau dëshmu, kështu në qëtë video, kjo është e jemja personale që kom incizu vetë. Në start e kalova qëtë motorin edhe dikur e kalova dikun 70, 80 që këtu nuk ka e lejume, është veç 50 e lejume, po kjo me motor i dha gas, do me thonë, u munu me m'kalu edhe e lëshova, thash hajt, ne t'i bëhat qefi që e ka kalu një Tesla. Këtu që shpo shifët, ky as nuk po guxon mu afru, pa koment. E kjo një ditë tjetër, po i njëjti motorist, që koincident që u takum në semafor, e këtu për s'dyti thash nuk po ja bëj qefin, edhe që shpeshifni hupi komplet në prapavi. Nuk e di këtu sa ju m'kan me na fal, garant për 100, po inshallah nuk m'ka kap në radar. Po shpeshifni këtu janë 3 lenta dhe nuk ka pas ndaj rrezik. Ky me motor erdh edhe një herë këtu i kallzova kusho këtu
baban te kalime, shpeshifni s'kish shans. Këtu një mbrëmje prej parkingit të dal, hop, shpeshifni u nal se ja kisha mshu qëti për mas. Men se me qitë thonë për para, unë në rikverë lash edhe i hap gaz me hec për para, po në realitet mbrapa edhe mos t'i shkon Tesla me nal vet, ja kisha mshu qëti. Edhe këtu një rast interesant me një shofer të Teslës i cili u parku këtu, e vëren se diçka nuk është në rregull me që tipin me bicikëll edhe njënën që i vrapon mbrapa. Edhe i shkon mendja se qaj i pari ja ka vjedh biciklën këti, edhe ky pendjek. Edhe thot, prapi ndihmoj, nal këtu me marë, po ky s'di me qel derën, që është tipike për ato që për të parën herë e përdorin Teslën. Mirë, i ron fije, hypi, edhe ky tash me Tesla e përndjek këtë vjedhësin e biciklës. Këtu e kanë përpara, qeku është. Si në për filma këtu e nga me Tesla, e te kalojnë, po ky e sheh se ato janë brapa këti edhe mundohet me ik. Edhe këtu e arrin, ky s'ka ku me ik, zbret ky i pronari i biciklës, ai provon me ik, po ky i Teslës thot, mirë, unë i ndihmova deri aty, ky biciklën e ka afër, tash po largona bile mos t'hine për probleme. Unë nuk po kuptoj se ka hala njerëz, mirë që nuk i dojnë Teslat, pedi ose kerët elektrike, po njerëz që nuk e din që ka kamera, ky po shdryp pe grith me qëllim Teslën po hyp në ta kështu komod, që regjistrimin e kerët pe kallzon se cilën e ka, o vlla, a nuk e di se Tesla ka kamera, edhe që normal që e kanë gjetë. Këtu një rast interesant për njerëz agresiv në komunikacion, kështu në ketë nanën e majt, do mu nis, po ky Tesla nuk ja lshoj udhën, jo që nuk ja lshoj udhën, po që shpeshifni këtu edhe nuk e shef që është ndalt, normal ky nanën e majt duhet me prit derisa të kalon. Po, çka ndodh, nuk pidi çfarë kerri ke ai përmas, nervozohet pse nuk ja ka lshu rrugën, do me thonë, ky u dasht mu nal, mja lshu zotrisë rrugën, edhe nis me terrorizu pi përmas, e te i kalon, prap, çfarë kerri koka, Mercedes? A? Jo, Lexusa, çfarë është ky? Nis me frenu, deri sa të ndalet ky Teslës, edhe del bërtet si gjaja. Nuk i kuptoj këto njerëz. Që? Tani thojnë shqiptarët. Shqyri Amerikanët hala ma bisha se çfarë bishe, kafsh. Katastrofë. Ky i Teslës e mban qetësin edhe hec, a me dal mu rej me këta, katastrofë. Që kafsha. Një kafsh tjetër e kemi këtu, nuk e di çka ka pas çfarë problemi, përpara po e gjun me diçka kerrin, Teslën, se kjo është inqizu, tonë semafor më dokët ndalen, edhe ky tenton me dal pi kerrit, s'di shka me, do me hin kerra, me ja thy gjamina. Që, këto janë kafshte shtëpijake në komunikacion. Ma kafshte egra çfarë shtëpijake.
Po shqyr kemi edhe fensat e Teslave ose kerreve elektrike, po ma mirë Teslave, sikur ki djaloshi këto që na i ban me dorë. Ja ho zemrën. Po. Pra, faleminderit për shikimin. Mos harroni me bë like dhe subscribe nëse nuk e keni bë për ma shumë video të llojit këtij ose tjera video na mujna me bë, edhe Tesla incizon non-stop video tjera, po ka edhe sene interesante në për internet, muj me bë edhe një epizod tjetër ose epizoda tjera me rend. Ju shkruani në koment ose kallzoni edhe në ide nëse keni, edhe ne shihemi në videot e radhës. Zëtë që fli, unë e jam du i kru për